Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq. Populli foli. Populli nuk gabon edhe atëherë kur e ka gabim. Gabim sikurse vota masive për vetëvendosjen, pa e ditë pse. Pa u realizu premtimet që ka dhënë. Pa një shpjegim se për çka votohet. Ende nuk e dim se kjo vot vazhdon të jetë voti nati apo vot rezultati. Unë besoj se kjo është e para, sepse rezultatet mungojnë. Mungojnë në shumë çka, madje në gjithë çka që ka premtuar lëvizja vetëvendosje dhe Albin Kurti 2021. Një kërkim i thjesht në internet, të asaj se çka ka premtuar dhe çka ka realizu, është tepër zgjenjyese. Megjithatë, prapë po them, populli vendosi, populli nuk gabon edhe atëherë kur e ka gabim. Visar populli foli. Dhe shumë njerëz po interpretojnë si huqje të analistëve këta. Ndonë se analistët nuk ishin as në garë, nuk ishin as në lista të ndonjë subjekti politik. Thjesht analiza, si që kam pa unë, bazohej në një logjik racionale. Sepse duhet votoj dikush një subjekt politik, nëse nuk i ka rezultatet. Se ke pa gjithë këtë marifet? Spari, mendoj që gjëja më e rëndësishme që duhet me parasysh është që partitë politike, në këtë rast vetëvendosja, më herët dikush tjetër ka ndarë pushtet dhe vinë pushtet përmes votës popullore. Po kjo s'do të thotë që nuk ka pastaj një pjesë të shoqënisë të cilët janë kritik karshi mënyrës së si qeverisë dhe programit. Ti ke drejtën me qenë kritik pavarësisht që dikush i merr votat. Sepse për ndryshe s'kish pas kuptim demokracia, në se cilin vend të botës demokratike, qeverit kritikohen kur janë në qeverisje, dhe qeverit vinë qeverisje për shkak votës popullore. Kështu që kjo ideja dhe më thonë që tash mëse kritikoni se i ka marrë votat, që për e një ka njerë për njerëzve, kjo s'ka kuptim. Po ka një strukje, me që ata. Ka një strukje të kritikve, të cilët Po kjo gabim mendojnë, sepse janë goxha të heshtun, përjashtimisht. Të drejt për me qeverisë t'jep vota. Të drejt për mënyrën që shikon qeverisjen, programin, projektet e kështu me radhë, kjo nuk është çështje e votës, kjo është çështje e argumentimit. Ti mund është heq, unë ti s'ken asnjë votë. Mund nga më kom veç unë tim këtë Kosovë që e kritikojnë qeverinë dhe prapë kena drejt me kritikua për ja. E pastaj, a është kritika e drejt, kjo është çështje tjetër, pastaj mund me diskutua ato. Dhe në këtë drejtim unë mendoj që mas pari dhe procesi zgjedhor, spari ka një dimenzion të jashtëzakonshëm të organizimit mendoj institucional, për shembull, secili proces zgjedhor na edhe kur ka polarizim politik të projektuar, shkon megjithatë mirë, nuk ka incidente, nuk ka, domethënë, kurfar shkaku që t'jep me mendu ose me kritiku mënyrën se si është shku procesi. E dyta, nuk kemi fatmirësisht parti politike të cilat refuzojnë me pranu rezultatin, nuk ka ndodhur kjo kur në Kosovë, edhe kur ka pas, domethënë, dyshime për vjedhje, dhe mendoj që kjo është edhe një element shtesë i demokracisë. Dhe e treta është pastaj që pyetja kryesore që e kemi ne është si votojnë qytetarët e Republikës Kosovës, pse votojnë si votojnë, edhe çka e nxit atë, si më thon kështu, angazhim elektoral të qytetarëve të Republikës Kosovës. Tash, na kur kemi folë zakonisht dhe kur flasim mendoj që duhet me vazhdu të njëjtën gjë, është që na insistojmë që partitë politike duhet me garu me program dhe me ide. Dhe pastaj me u zgjedh programi më i mirë. Jo domosdoshmërisht kjo po ka gjithë efekt në Republikën e Kosovës. Natyrisht. Unë i kam pa nga festimet edhe nga rezultati me listën kryesisht e vetëvendosjes se kush fitoi. Ka fitu Kusia, ka fitu Goma, ka fitu
që kjo mendësi e instalume nga një regjim i cili ka ardhur në pushtet me idenë e një demokracie liberale, e një kulturalizmi që nuk e kemi pa në të kaluarën, ndërkohë degradon deri në këtë mas, sa që kur i sheh festimet, turmat, për mua është e gërditshme. Çaj bën kusia njerit. Do të thonë, mirë bre ti e ki problemin me hashimin, e ki me Ibrahim Rugovën, e ki ndonë se asë njëri ka vdek para 21 vjetë, është tjetër që 5 vjetë është në burg. E ki me Lumirin, e ki me Ramushin, e ki me krejt, Bedriun. Kusia që apo të bënë, vëlla. Kusia, pse për i bje kusis? Do të thonë, kusia s'ka faj. Më intereson që ka simbolizon kusia për këtë lloj votusi. Që ka të me thonë goma, që ka të me thonë që kjo frym, se kjo është frym, edhe kulturore, që derdhet shesheve, që thonë këta në Shqipni, derdhet shesheve të Kosovës, duke festu në një mënyrë që nuk e kemi pa me gjitha të deri tash. Ndonë se vetëvendosje ka lyp edhe ka gjetë në vazhdimësi individ në për media për të shëndru ata në stereotipe të votuesve kryesisht të PDK-s. Dhe tani kjo i tekalon se cilin festim banal të budallëm që ka ndodhur ndonjëherë në Kosovë pas zgjedhjeve. Unë mendoj që mas pari, do të me qenë korrekt. Pse njerëzit gëzohen dhe festojnë, që ka fitu partia të cilën ata e dojnë, kjo është absolutisht normal. Dhe me thonë, këto s'pa me gjyku në asnjë mënyrë. Mënyra që është festojnë, pastaj ajo tjetër gjë e varë pak edhe shpishive individuale. Po kusia, ç'ne kusia? E tash, do të me bëni dallim për shkak. Me ç'po i marrim çto dy elemente që janë afër në dy procese zgjedhore. Ta zëm për kusinë unë s'di. Ka e qysh ka ardhur ide. Për gomën na e dim ka ardhur ide. Po, nga Albin Kurti. Po. Do me thonë goma, drejtës së drejti është instalim ta quaj kështu estetiko-kulturor i fjalimeve të Albin Kurtit. E reflekton do me thonë qatë mendësi të cilën e kanë lexuar qytetarët pavarësisht a e ka menduar qashtu a jo. Qashtu ja kanë lexuar idhtarët edhe simpatizantët e tij. Kjo ideja që na votojmë për me ndëshku dikon, ose na votojmë për me shkatru diçka, ose na votojmë kundër dikujt, është megjithatë e instaluar nga lëvizja e vendosjes. Tash, jo domosdoshmërisht që eksponent të lëvizjeve vendosje e shprehin ato me brutalitetin që ti e shet manifestuar në fest. Apo jo? Sa ajo gjithë bëhet pastaj më brutale kur manifestohet. Mirë po është e shprehur ashtu. Për shembull, a votojnë hala qytetarët e Kosovës për me i ndëshku partitë që ata konsiderojnë që e kanë shkatruar këtë vend për 20 vjet. Po. Po çish mundesh me ndëshku dikon që s'kon pushtet 6 vjet? Për çka po e ndëshkon? Kjo pyetje shumë e vend. Qysh po e ndëshkon dikon që s'ka pa pushtetin 6 vjet? Që 10 vjet PDK-ja. Që 10 vjet për shembull. E ndërkohë po e man jo pe 2019-s. Po. 2019-s s'kan qenë qeveri, që po bën 7 vjet. E nuk po e ndëshkon dikon që ka qeverisë 5 vjet. Ose je i kënaqur me mënyrën e qeverisës. Dakor. Me çka je i kënaqur pastaj? Mendoj që çdo pyetje duhet mushtru për me analizu, domethënë te ku ka ardhur. Spari. Pse pëlqehet lëvizja vetëvendosje, a pëlqehet për shkak programit, për shkak të qeverisjes, për shkak të efektit që ka pasur në qeverisje, apo veç ka një farë adhurimi për liderin. Që edhe kjo, për mendimin tim, është element i pranishëm. Ka një adhurim për Albin Kurti. Në fakt është kryesori. Ka një adhurim për Albin Kurti. Është mit, edhe mitet vështirë është. Edhe, domethënë tash në këtë situatë, domethënë kur lidhja me liderin, siç po ndodhet na, jo vetëm të na, ka edhe vende tjera botës mesare, që është gati se krye këput emocionale. Edhe me një dimenzion të irracionalitetit emocional. Mendoj që kjo pastaj duhet me këshyr me kujdes qysh luftohet kjo mendësi. Ose qysh arrin një parti politike e caktuar për me luftu këtë mendësi, për me kthy diskutimin në racionalitet. Unë e përshë që në paraqitjet tona, veçanërisht kur flasim kështu, ka një reagim të qytetarëve, për shembull edhe mund vinë shkrime kështu me radhë, jo dashakeq, dorën zemër, me dashamirësi, të cilët nuk pajtohen sepse po e ndjejnë këto sikur një farë kritike për popullin. S'po duhet me kuptuar një gjë, nuk ka popull, kuptimin nuk vendos popullin, nuk e ka një mbledhje paraprakë me thonë a e japim votat që ti ose ati. Tu ka qytetarë që vendosin në bazë të bindjeve të tyre. Dhe bindje shumica e qytetarëve kanë me votu Albin Kurtin. Që kjo është domethënë
përgjigje. Tash pse vjen kjo? Unë mendoj që ka shumë faktorë. Domethënë edhe blokada ose periudha e blokadës 9 mujore, 10 mujore, sapo kjo ka pas një farë ndikimi në mënyrën se si kanë votuar qytetarët. Ka një periudhë gjatë prej fillimit, domethënë prej përfundimit të zgjedhjeve të shkurtit e deri ka mesi i verës në shtakoriku ngushti kështu me radhë, ku qytetarët në mas të madhe ja kanë lënë përgjegjësinë vetëvendosjes për blokadën. Mirë po pastaj Albin Kurti dhe vetëvendosja i kanë ndërmarrë disa hapa për me prapa kthy këtë mënyrë të menduarit. Që natyrisht nuk kanë ditë këta tjerë, të opozita. Në fund të kësaj. Tash, po, është e vërtetë që opozita domethënë nuk është gjetë bash mas mirin në secilën situatë, mirë po unë megjithatë nuk jam shumë kritik ndaj opozitës, meq ata e kanë pas një qasje të caktuar. Unë jam shumë kritik. E kanë pas një qasje të caktuar të politikë bërës. Tash tregojnë pse jam shumë kritik. Të cilën unë ja u kam mbështet. Sepse unë kam mendu jo që ajo domosdoshmërisht është e efektshme, se kom shpresu që është, për nuk kom qenë i sigurt, po për shkak që është e dukura. Për shembull, sjellja racionale, edhe shpjegimi racional i kompleksitetit të problemeve dhe zgjidhjet për to, për mendimin tim është e vërteta në politikë. Tani visar se unë kam plan me u marr pak më gjatë me partitë opozitare. Pa e që mund të them unë është se PDK-ja ka qenë partia e dytë më e madhe, që plot njerëz kanë shpresu që ka rrit votën, dhe natyrisht nuk kanë prit ramjen e LDK-s që ka të madhe. LDK-ja me numër të votash ka më pak se sa që ka pas në kohën e Abdullah Hotit, kur ka qenë kandidat për kryeministër. Tani në përqindje, këto përqindjet lëvizin. Si do qoftë ajo që është shumë e rëndësishme për mua është që e thëmë me bindje një gjatë e tillë. Nuk ka humb Bedria, ka fitu kusia. Ka fitu kusia në mentalitet. Sepse Bedriu, ka dhënë alternativa dhe zgjidhje konkrete për problemet të caktuara. Ta zëmë për zhvillimin ekonomik, ta zëmë për energjinë elektrike, për pagat, për pensionet, për mirëqenien e përgjithësi, për mënyrën e të bëmit biznes, për të vëshën që duhet mbledhet brenda dhe jo në kufis, si që vazhdon me qenë, dhe për shumë probleme tjera. Por megjithatë, nuk dashti populli me dëgju një gjë të tillë. Madje unë kam dyshime serioze që mbase as nuk e kanë kuptu një pjesë e madhe, dhe një pjesë tjetër kanë refuzu me dëgju. Dhe problemi më i madh është kur refuzojnë me dëgju. Sot është ngrit një masë e cila nuk dëgjon as ty as mu. Është vetmja mënyrë për me u mbrojt prej argumentit duke të refuzu për mos me dëgju. Dhe nëse unë ty nuk dëgjoj, nuk e di çka bën, nuk e di, natyrisht që unë kam versionin tim kënej, i cili ta mund tonin don se nuk e kemi ballafaquar ti edhe asnjëherë. Pra argumenti ka humb përballë propagandës edhe përballë këtij modelit kulturor të kusisë, i cili fatkeqësisht e ka kap këtë vend. Tani, si lufton opozita me kusin? Si duhet luftoj opozita 4 vjet e ardhshme me modelin kulturor të kusisë? Zhurma e kusisë është më e madhe se secili argument që mund t'jepet në kuvendin e Kosovës, apo në konferenca për shtyp, apo kudo në forume të ndryshme politike, ekonomike, sociale të këtij vendi. Kusia është zhurmuesi, jo argumenti me të cilin ballafaqohemi ne duke i renditur ta zom energjinë elektrike. Energjia është e papërballueshme. Në një kohë kur zoti Kurti thoshte që ne flajmë mbi çmyrë, është e pakuptim që energjia të shtrejtohet. Duhet të ulet çmimi. Nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Ne jetojmë sot në helm të djegjes së çmyrit në përshpit e shqiptarëve e kosovarëve në përgjithësi. Sepse kur kanë ardhur në pushtet e kanë shfuqizu një udhëzim administrativ që ndalonte përdorimin e çmyrit për ambisri, pra për të ngrohur. Çmyri ka qenë i lejuar vetëm për industri, këtë rast për kekun. Dhe këta e lejojnë, sot është ajri më i ndotur i mundshëm
në Prishtinë, kryesisht në Prishtinë, për shkak të djegjes së Qymyrit. Pra, këto argumente, këto pasoja, afatgjata, edhe në shëndetin ton nuk po dojnë me i pa. Veçanërisht ata që nuk jetojnë në Kosovë. Veçanërisht ata që kanë ardhur për 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë, një javë, me dhënë votën edhe me u kthy në Gjermani, ku ajri është me standardet më të larta, në Zvicër, ku mirëqenia është në standardin më të lartë, në Norvegji, Suedi, ku do të qoftë. Dhe tani, ky ballafaqim mes modelit të kusisë dhe të këtyne fakteve, ka me qenë tepër i vështirë me u balansu ndonjëherë, në mënyrë që njerëzit me mendu racionalisht, për çdo ditë, çdo orë që e kalon dikush jetën në këtë vend, që jep kontribut, që pagun taksa, që krijon punësim, që krijon mirëqenie për vete, për familjen, po edhe për rrethin e shoqërisë. Si duhet mi a bo tash këto 4 vjet e ardhshme, kjo opozitë e cila pos që psoj fiasko LDK-ja konkretisht, nuk arritën qoftë edhe ka një deputet për me siguru. Se ta merrnin vetëm një deputet ma shumë të trijat. Një LDK, një PDK, një AK. Rezultati do të ishte ndryshe. Pra nuk do të ishin 56 deputet, as 48 që ishin në zgjedhjet e shkurtit, por do të ishin 45. Dhe në një rezultat me 45, mbase qeveria do të kishte përballje tjetër. Po që tash që do po thomën e që natyrisht që na s'kena me mëri sot me i po krejt analizën e krejt faktorë, sepse ka shumë, me që këto du me po mas shumë të partit politike, natyrisht ona i kemi mendimet tona. E para që do të që do është ta me e përmend, është për shembull, gjatë tyre ditëve për cilësha pak edhe politikën në Amerikë. Do me thonë, presidenti Trump aktualisht e ka popularitetin më të ulë që i ka pas në herë historikisht. Edhe si pas sondazheve dhe studimeve, një prej arsyeve gati se kryesore, pse ky popularitet i ka ra presidenti Trump është ngritja e çmimeve shtrejtimi i jetës. Ose më mirë thënë mos lirimi i jetës, se ata kanë prit që jeta do të bëhet më e lirë kur vjen ky pushtet. Dhe ka kështu një thënie që e thonë edhe këta analistët politikë është që njerëzit në Amerikë mas shumë të votojnë me xhep. Domethënë një prej arsyeve kryesore pse voton një ose tjetër ose pse ndeshkon një pushtet. Më mirë thënë, është nëse kjo i kërcet në gjep. Qysh është, do më thonë, tash të i ndodhë Amerikanëve, qysh o ka në ndodhë neve, e i ka ndodhë plët popive në për Evropë kështu me radhë. Dhe në këtë drejtim konsideroj që kjo, pse është kjo e dobishme për diskutimin tonë. Do më thonë, nuk është se partia demokratike, pra partia kundërshtare e republikanëve dhe Trumpit, nuk është se kanë prodhu me farë programi kushtetë se qka, ose naj lider që me thonë, qyre e gjetëm një njëri tjetër që mund me odheqë Amerikën. Mirë po populariteti i ka ra pavarësisht. Se janë 2 procese që du të me ndodhë për me kthy njerëzit ose për me ndryshu njerëzit mendimin politik. E para është zhgënjimi me atë që është në pushtet, i cili si ka ndodhë hala lëvizjeve në dosje dhe Albin Kurtit, po ka pas periudha kër ka pas ma poshtë në Kosovë, për shamë në kujtohet greva e arsimit, atëherë ka qenë populariteti i qeverisë gati se në pikën më të ulët ndonjëherë prej se ka qenë në pushtet. Mirë po, procesi 2 që do të me ndodhë po ashtu është që rritja e zhgënjimit me pushtetin do të mu përkthy në rritje të besimit e një lider dhe ose parti opozitare. Dhe qëto 2 procese nuk janë, si me thonë, automatike. Qysh është mendu nga njëherë politikën e Kosovës, qysh fatkesisht unë mendoj që kanë pas pak qasin edhe një pjesë e opozitës. Për shembull, sa më shumë që ti bjen populariteti ose që të rritë zhgënjimi me Albin Kurtin, aq më shumë kanë mëna përkrahën neve njerëzit. Jo domosdoshmërisht. Sepse për më përkrah, duhet me identifiku ti vetën me procese dhe projekte caktuara. Tash, ku mendoj ne se qërën, për një nuk po du mu konkretik se une spaku për një kohë gjatë e kom përkrah dhe e kom mbështet në mënyrën se që kanë bë politikë opozita, dhe tash nuk ishte me qenë korektor me dalë me thonë me njerë mas zgjedhjeve, këta e pas kanë pas keq, po mendoj që disa mësime duhet me nxjerrë të gjithë bashkë. Mendoj që një prej arsyeve pse partitë opozitare nuk kanë dalë mirë në këto zgjedhje, përveç një lloj kështu euforie kolektive që ju kriju, mos e harrojmë to. Se ajo që përkthehet në fund në festë me kusi që përmendi, ajo është një farë euforie, së ndërtu qatë natë, ajo o ndërtu për gjatë një kohë.
qyshe tek nuk e dim, ose unë s'paku se di. Po një gjë që duhet me pas parasysh është që partitë politike duhet me pas një rrëfim koherent dhe konsistent për të armën e vendit që shohin ata. Domethënë që kjo narrativ, unë mendoj që ju ka mungu pak partive, ose nuk kanë arrit me shty sa dohet përpara. Lëvizja Vendosje ka narrative, ka pas pimati. Ajo narrativ është e bazuar në komplet iluzione, domethënë është dëshmuar në sa ka qenë në pushtet që është komplet e pazbatueshme, po megjithatë ekziston si narrativ. Ndërkohë që te partitë opozitare nuk e ki këtë narracion koherent. Ti ki pjesëza. Për shembull, ja bëjmë kështu me energjinë, do ta ndërtojmë termocentralin me gaz, do ta ndërtojmë këtë, do të rrisim pagët, do bëjmë këtë, po nuk ka një koherencë të cili kufinin ta cili që do ta i plaku. Po nuk ka një koherencë të shpjegimit, domethënë një narracion. Njerëzit kanë dëshirë me dëgju edhe çito, domethënë çysh ecim na përpara. Që kjo është e para dhe e dyta ku unë kam qenë vazhdimisht dhe jam kritik të partitë opozitare, të gjitha së bashku mendoj me përjashtim të mase Aleancës për Armërinë e Kosovës, është që nuk i kanë gjatë kohës sa nuk ka fushata vebin, nuk i kanë paraqitet mediatike ashtu siç do duhet i kishte opozita. Pra me dalë më shpesh. Po pra. Dhe e dyta është që ju keni qenë opozit, po për çdo ditë presion keni bë në për studio mi u thirr. Për çdo natë, kur kam qenë në kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Vendosje, në atë grupin se kena pas fort madh, kujtohet. Unë gati se janë dalë çdo dytë natë në debate. Unë personalisht ka pas edhe tjerë që kanë dalë. Po unë si kryetar i grupit çdo dytë natë. A kom debatu me ministra, a kom debatu me deputet kundërshtar, pra me të partive tjera, a kom debatu me analista, me kum kanë thirrë dhe kush më ka thirrë. Dhe bina na u qeshim i hypshim Kerit për një emision në Tiranë, edhe u ktheshim qatë natë. Shkojshim në Prizren, shkojshim në Stok, shkojshim këtë televizionin ku na thësh. Dhe kjo ka qenë vetëm një pjesë e punës, tubime e këto gjëra pastaj. Domethënë puna në terren ka qenë jashtëzakonisht shumë më voluminoze, do të thoshëm, se sa e partive tjera. Dhe një gjë që s'duhet me harru. Për shembull, vetëm Vrene, ta zëm nëse e vren çka bën Vendosja, çka ka bën vazhdimisht. Sa shpesh i ka përsërit gjërat e njëjta. Ka njerë me fjalë pak më ndryshe për gjërat e njëjta. Derisa ju kanë ngul kry. Domethënë edhe mos qoftë vërtet kur ti e përsërit shpesh ajo ngulitet në kry. Nuk jemi të varfër, por jemi të vjedhur. Do të thonë që si slogan është kur tash s'po them opozita do të më bosi Vendosje. Po përsëritja e qëndrimit ton është e domosdoshme në politikë. Dhe jo vetëm te na. Për shembull, unë kam njek, besoj që edhe te ke njek fushatën e Brexitit që ka bërë më shumë ti Boris Johnson në Britaninë e Madhe. A ke pasën sa shumë situata, ai ka përmendur një shifër 350 milion funta, 350 milion funta. Për çka? Sepse ai pretendonte që dalja nga brega, ja kursen Britanisë 350 milion funta, mos ka bërë një javë diçka pas, që të cilat mundën na pastaj me investu në sistemin tonë shëndetësor. Kjo ka qenë një prej elementeve kyçe të fushatës. Gjithkohë ne ka përmend, pavarësisht ka tema, 350 milion funta, derisa u ngulin në kry. Tash llogaritë sa humbjet i ka Britania e Madhe. Për i daljes. Do të thonë ata kur janë qut nesër ju ka dal pija e Brexitit, ata janë konë nxjerr syt vetës, po krye e punë tash domethënë. Një gabim i vogël që ka arrit përmes një propagande të pavërtet me e bo atëherë, mbrojtësit e Brexitit, i ka kushtu ka shumë Britanisë. Edhe sot i kushtan. Është defaktorizuar në fakt. Ekonomikisht po ashtu, përveç se në aspektin që strategjik. Neve do të më kthy pak të opozita. Pra opozita e djeshme, e sotmja, e nesërmja, edhe gjatë me gjasë. Nëse këta nuk thjellen. Për mu, votuesi PDK-s, LDK-s, ka bërë një reform mrena për mrena këtyne subjekte politike. Ta zonë të LDK-ja. Do të me pranu një gjë. Unë mendoj se Lumir Abdigjiku është sabotu mrena për mrena. Sepse orientimi i votës për të mos ta votuar Lumir Abdigjikun dhe pretendimet e shumta për ta marrë postin e udhëheqësit të partisë e ka sjell edhe këtë rezultat. Nuk po them që është krejtësisht, po edhe këtë rezultat. Do me thonë gjithandej ti e dëgjon, tu i thonë Lumirit Lubomir. Kjo del mrena për mrena e LDK-s. Natyrisht ky i nati i mrenshëm sjell pasoja. Po kjo nuk ka ndodhur vetëm me zotin Abdigjiku, ka ndodhur edhe në të kaluarën. Ka ndodhur në mënyra si është rrëzu Isa Mustafa, pra prej
në fakt, Fatmir Sidiu prej Isa Mustafes. Pastaj mënyra se si u paketu dështimi i Abdullah Hotit dhe Isa Mustafes për t'i hapë rrugë ardhjes së Lumir Abdixhikut. Pastaj si u paketu gjëja ndëshkimi dhe përjashtimi i Vjosa Osmanit nga LDK-ja për t'i sjellë në rezultat krejt tjetër asaj si viktim në vetëvendosje dhe ndëshkimin e kësaj. Pra, në LDK ndodhin këto gjëra, sepse aty gjithmonë ekzistojnë një kryetar dhe një 4 kryetar tjerë. Pra, nuk janë vartës të tij, po janë kryetar secili në verzionin e vet. Po ajo që po du me thonë është ta zonë të LDK-ja. Ka një tregim të vazhdueshëm që po ndërtohet se këta u ndëshkuan se nuk e dështen koalicionin me vetëvendosin. Për mua kjo është gabim. Është vazhdim i një sulmi mbi LDK-n. LDK-ja jeton, qëndron duke u ballafaqu me vetëvendosin, jo duke u bërë patericë saj, se këtë mënyrë ajo shkrihet se ligjërisht ekziston edhe lista Guxo si subjekt politik, partia Guxo, po ata nuk ekzistojnë pa Albin Kurtin si parti politike. LDK-ja me këtë përbomje të kësaj të këtyne emrave në listën e votuesve, unë mendoj që ka qenë më e mira. Po të hynte në vetëvendosje, unë mendoj që do ta kishte grupin më të mirë parlamentar ndonjëherë. Por megjithatë, duke qenë në LDK, mori një rezultat tjetër. Dhe pse tash duhet të jesh kritik për të marrë rezultat më të mirë? Hikmeti Bajrami. Të 2-3 vjet e fundit ka qenë ballë të luftës. Abdullah Hoti. Po ashtu konsistent në qëndrimet e tij. Armen Zemaj. Janina Imeri që është fenomen. Pse? Sepse ajo në këto muajt e fundit u bë simbol i luftës me mafin energjetike. Ishte guximshme zonja. Flet nga njëherë edhe me gjuhën e vetëvendosis. Vuk vendosje. Pra, e fut në fjalor politik të përditshëm, një shprehje që më herët nuk e kemi dëgju. E ke tani këtu Ermal Sadikun, cili për herë të parë hyn ty në edhe bëhet deputet. Krejt që to duhet me pas parasysh njerëzit që LDK-ja me ndryshu edhe me qenë tepër aktive, më agresive në ballafaqim me regjimin e Albin Kurtit. Me shku pastaj të PDK-ja. Arjan Tahiri, dyti. Pse? Sepse ishte fronti i ballafaqimit me vetëvendosjen në garën për Mitrovicë. Aty është prek vota, nuk ka asnjë dilemë. Është prek, është përdor makineria e shtetit, komplet, aparati shtetënor, në luftë me një kandidat për kryetar komune. Dhe natyrisht mujnë me gjithë ato presion, me gjithë ato kërcënime, me gjithë ato. Pastaj kur e sheh në tënësi këtë listë të PDK-s, ti e sheh se edhe elektorati i PDK-s po do me të bëjë reformë mrena për mrena. E ke përparim Gruden, që ka qenë ballë të ballafaqimit me vetëvendosin. Këto emra i është me reflektu, këta emra me reflektu të këto subjekte politike që me ndru strategjin komplet. Nuk ka ma argumente, sepse po ti mund kusia, ka ballafaqim direkt. Dhe cili është ballafaqimi? Ballafaqimi direkt po flas në kuvend, në institucione, kudo. Se këto subjekte politike për 5 vjet një therr nuk ja kanë qitë në rrugë Albin Kurtit me pengu në qeverisjen e keqe të tij. Thjesht kanë shpresu që ata ndërshkohen duke gabuar. Dhe gabimet e shumta të tyne i sollen rezultat tjetër. Se opozita nuk arriti për asnjë moment me i kthy në kauza, edhe atëherë kur vërtetohet se ky pushtet ka vjedhë edhe millin, edhe grurin, edhe vajin. Si është
Definitivisht, unë mendoj që duhet me rishiku strategjinë opozitare, mirë po çka do të nënkuptonte ajo, pastaj është çështje tek e fundit edhe shijesh politike. Efikasiteti elektoral i një strategjie të caktuar, mendoj që duhet pak edhe më bazu në të dhënat që i kemi historike, domethënë çka ka pasur sukses të kaluarën, si është bua ajo, duke e marrë parasysh edhe rrethanën që jetojmë, për cilën folëm më herët. Unë një gjë që e di kështu për sigurt është që partitë politike kur nuk janë në pushtet, pra në koalicion ose sidoqoftë, duhet me e ndërtu qartë vijën e demarkacionit në pushtetit. Vijën e ndarjes, se po se pate që ta pastaj ti duhet me ditë çka je. Po. Për me ditë çka je ti duhesh në njërin anë me zhvillu kritik ndaj pushtetit, që është e qëndrueshme dhe e kuptueshme, dhe në anën tjetër me kallëzu çka kishe bërë ti. Këtu jo domosdoshmërisht do të më shku të dy janë paketë bashkë, mund është një anë një tjetrën, s'ka rëndësi ajo. Po ti duhesh edhe me kallëzu çka kishe bërë ti. Po ti isha unë në pushtet. Dhe që ta mendoj që duhet me bë partitë opozitare vazhdimisht, mirë po vija ndarë se duhet me qenë gati se në secilin tim. Ka ndaj tim ku ka pajtueshmëri, natyrisht që po. Për shembull, ta zënë që tash të vinë, si të kështohet kuvendi, vinë marrëveshjet ndërkombëtare në kuvend, natyrisht që ti voton, unë për shembull çka opozitë çka votu. Po i kanë votu gjithmonë. I kanë votu, dhe janë për të mirën e kanë. Jo, po i kam pasur kritikuar për çata, duhet mi votu kur gjë për shtetit. Jo, s'është ashtu. Jo, ti s'ka se është e mirë për bashkët. E mirë për bashkët, mirë, po ti duhesh me pas vijën ndarë, se më thonë që për shembull kur nuk të votoj diçka. Me ditë sakt pse. Për shembull, sta votoj X ligjin, X marrëveshjen, sepse unë i kam brejtë çto. Ç'kjo kritika. E unë e kisha bën ndryshe, kisha bën çështë. Mirë po që tu, edhe kur ti bësh si veprime, duhesh po ashtu me marr energjinë edhe me i shpjegu në publik. Sa tu harrohen pastaj. Na kemi pas si veprime opozitare, mos ju bin qafë. Dërgesa në gjykatën kushtetuese, mos pajtime me tentim kapi në shtetit që ka volin Kurti. Mirë po këto nuk është se i kanë shpjegu sa duhet. Jo pra. E as nuk e kanë shëndru si që thati në kauza që për mendimin tem ka qenë lëshim edhe gabim. Dhe e treta që duhet me bo është që domethënë tash ti më varet edhe qysh po don me e trajtu atë që është në pushtet. Për shembull, tash e kemi lëvizjen me vendosje. A do më marr me Albin Kurtin si kryeministër? A do më marr me njerëz për rreth tij si ministra? A do më e vëm pa, domethënë a mos kompetencën e qeverisë? A do më e vëm pa korrupsionin qeveritar? A do më e vëm pa mos kokëshorin apo ideologjinë e gabuar që e qeverisë vendit? Të gjitha ti dosh me vëm pa, po dosh pak me e fokusu ku po do me i ra më shumë që thoj. Cila për shembull ty ta menja që është pika më e dobët e tij, si parti politike. Mirë po edhe njëherë po e përsëris pa ide për të ardhmen. Badihova ja bë kritikën. Qëra na nuk ka që skemi për shembull parti politike edhe aktualisht që nuk janë pjesëmarrëse në zgjedhje kështu më radh që nuk kanë kritikë për pushtetin. Po kritika për pushtetin nuk është e mjaftueshme edhe pse e domosdoshme. Tash po e tërheqja në analizim me lëvizjen e vendosjen fillim. Se unë kam pasur që shpesh herë opozita aktuale vlerësohet edhe sipas mbamendjes për opozitarizmin e lëvizjes së vendosjes. Nga shumë njerëz. Po do. Lëvizja e vendosjes në fillet e saj parlamentar. Domethënë në vitin 2011, 2012 kur kemi qenë për herë parë, deri në vitin 2013, nuk ka pas program konkret. Kemi pas një fan 100 pikë kështu, dy sot fraza të përgjithësuara, as ka shkon mirë më bu. Dhe vazhdimisht gjatë këtyre 2 viteve kemi qenë jashtëzakonisht aktiv në kuvend me kritikë. Shumë aktiv. Domethënë unë sekretari i grupit parlamentar jam shpall për 2 ose 3 vite të para si deputeti më aktiv në kuvend. Nga matja që i bënte atëherë në mos gabofsha KDI-ja NDI kështu. Që kjo kritikë e vazhdueshme ndaj Hashim Thaçi si kryeministër. Ka një herë ndaj opozitës së LDK-ja, kish ka një herë kështu, domethënë bashkëpunim me pushtetin e kështu me radhë, na i kritikojshim me çfarë thash. Atë sa na ka rrit. 1.2 pikë përqindjes, domethënë jo 12 bën 13.69 kemi vjeç ashtu diçka. Veç çka ka qenë rritja 3 vjet që jemi në kuvend. Edhe jashtë kuvendit, që përmenda me media, me tubim, me kështu me radhë. Tani u dash me ndryshu krejt. Aty unë tash mendoj në retrospektivë, aty pse? Sepse na atëherë veç kritikojshin me. Veç kritikojshin thëshin çka do të bëni ju është keq në farë mënyrë, edhe njerëzit, edhe kur u pajtoheshin me kritikën, thëshin ka dalë pak, po e çka do të më bë. Ç'a ndodhi pastaj? U kryu zgjedhjet e vitit 2014,
Për herë parë lëvizja e vendosjes thanë na bëjmë edhe marrëveshje për me him pushtet me Vllanin. Ja njerëz të çuditë thonë, aha, se çto se kena nipi juve kurse se pa të ni. Na thoshin kur qysh, ja fitojmë vet ja heq. Çfarë thanë po më na him pushtet. E çetën programin. Edhe po, fitum Prishtinë 2013 në Moshavë që ka fillim faktor. Çto tri faktor mendoj unë, që fillun me e bo vetvendosin me u pa ndryshe nga publiku kosovar. Do me thonë një parti e cila po ka kritik, po ka një herët e pranë me aksion politik, mirë po pas ka dhe program, edhe po muj ka me bashkëpunu. E tash në çet dimension unë mendoj se do të më kthyer edhe çka bën opozita sot. Edhe cilët janë faktorë. Po i kemi visar ne në mars e kemi, se me thonë, ballafaqimin e parë të opozitës me regjimin e Albin Kurtit. Në mars duhet votohet për presidenten. Kush do të qoftë. Vjosa Osmani hapun, ka shpreh ambicie. Natyrisht ajo duke i shërbyer Albin Kurtit, edhe mund ta marrë mbështetjen e vetëvendosjes për një mandat të ri 5 vjeçar. Sepse ajo ishte vetëm në shërbim të Albin Kurtit. Veçanërisht këtë vitin e fundit, mënyra se si u tjetërsua ajo pas do kritikave që për mu të rajshme që kishte në raport me Albin Kurtin, që një farforme interpretohen si një lloj presioni, shantazhi që unë të dalë kundër nëse ti nuk më rahaton mu në ambicet e mia politike. Dhe tani duhen 80 vota. Dikush duhet shkoj prej opozitës t'ja bëj korumin. Ky është hapi i parë, ky është ballafaqimi i parë serioz i opozitës me Albin Kurtin. Peci po i kërcënon, thotë. Inshallah se ajo pensora met e nuk qëndronin në sallë aty me votu presidenten se e shehni. Pra këta po i kërcënojnë se ju shkojmë në zgjedhje. Edhe shkojmë zgjedhje. Shkojmë zgjedhje se ti po shantazhon. E dyta, çka ka me hup më shumë. Çka ka me hup LDK-ja më shumë. Dhe në atë kohë unë uroj dhe shpresoj që LDK-ja me zgjedh kryetarin e ri. Nëse nuk do me vazhdu natyrisht me Lumir Abdixhikun. Me zgjedh kryetarin e ri. Cili do t'jetë ky kryetar? Që ballafaqohet direkt me to. Do t'jetë Lutfi Aziri, Abdullah Hoti, Hikmeti Bajrami, Përparim Rama, Besnik Berisha. Pra këta janë ata që përmenden si mundësi për ta udhëheqë LDK-n. Tani, preferencat e mia janë personale, unë kisha dashur Besnik Berisha, Përparim Rama, njëni prej këtyne, po ma i guximshëm se zoti Berisha nuk bezoj që ka. Ai do të ishte, si me thonë, luftetari i vërtet opozitar në raport me Albin Kurtin, se ai nuk ju friksohet për kur gjë. Hiç, nuk njihet inferior. Nuk ka mekate politike dhe nuk mund ta akuzoj dikush me thonë se ti e ke bë këto sa ke qenë në pushtet. Sepse s'ka qenë pushtet, ka qenë këshilltari juridik i Isa Mustafës në një periudhë të një qeverisit mirë që ka ndodhur në kohën e Isa Mustafës. Tani në këtë ballafaqim që ka ndodhur në mars, është në gjendje kjo opozitë të mos ja bëj korumin, në dytë ta propozoj një kandidat të vetin për president, të propozoj një kandidat konsensual që do t'i mbulonte, si me thonë, ambicjet e secilit subjekt politik, apo do të bëhet rresht për ne për të shku për ta votu Vjosa Osmanin atje. Nëse këtë test e kalon siç duhet, unë kam shpresë që kjo opozit kthjellet. Nëse bie në këtë test, që unë mendoj nuk duhet ta votojnë Vjosa Osmanin, nuk duhet ja bëjnë korumin Vjosa Osmanit, atëherë nuk kam shpresë dhe rrjedhimisht po i hapet rrugë krijimit të një subjekti tjetër politik. Si është? Absolutisht pajtona që nuk duhet me ja bë korumin zonjës Osmani, edhe për shkak të mënyrës se si ajo e ka trajtu postën e presidentit, nuk kemi qenë kritik vazhdimisht. Nuk ka qenë president, nuk ka qenë për mbi palët. Do në zemë madje vitin e fundit, ajo kohën e fundit, prej se dështoi zgjedhja e
mandatarit të dytë të vetëvendosjes, zotit Konjusa, ajo më shumë ka bëu fushat, domethënë më shumë ajo e ka transmetuar qëndrimin e vetëvendosjes në publik se sa vetë eksponent e lëvizjes vetëvendosje. Vendimi për edhe 2 javë ditë për zotin Konjusa u dëshmua që ka qenë absolutisht i panevojshëm, sepse kur farë dëshmije nuk kanë dhënë që kanë me mujt me i siguru votat. Ndërkohë në aktgjykim thuhet se duhet prova, duhet dëshmi që e ke 61 vot. Ajo do më thonë duhet më siguru që vjushmëria institucioneve me qenë në vit. Tash ajo nuk është se ka vendimi për në shtyllë 2 javë, nuk është se ka dëmtu fort integritetin institucional, mirë po e ka shty për 2 javë një çështje të vendimarrjes që është shumë e rëndësishme. Edhe tregimin. Pa e pse po edhe me kështu nga aspekti formal na e kemi shtyr për 2 javë edhe konstituimin e Kuvendit të ri, edhe votimin e buxhetit, edhe votimin e marrëveshjeve. Çto na u kanë transmetuar si gjëra jashtëzakonisht urgjente, pra nëse janë urgjente pse pi hup 2 javë. Për shembull ata që kemi një rezultat ku me gjas konstituimi i Kuvendit dhe krijimi i qeverisë nuk do të marrin më shumë kohë, meq e ka mundësinë lëvizja vendosje, po çka nëse kishim pas një rezultat i cili pashtu kishte më qenë problematik. Ne kishim humb 2 javë e na shtë edhe me muj për shkak të një vendimi. Tjetra, Vjosa Osmani duhet me dalë me na spjegu. A ka luajë që ke qeveri bigjës me interesat e vendit ose jo? Sa ajo na ka thonë. Po. Edhe nëse ka luajë bigjës atëherë pse për shembull përkrahni bigjëzgji? Në fjalimin e fundit në Kuvend Kosovës që kanë bajt. Pse përkrahni bigjëzgji? A është edhe kjo pjesë e lojës së bigjozit? Meq po e quajnë lojë bigjozit, pra po them sipas saj se unë nuk i di ato informata. A u dash kjo me intervenu te Shtetet Bashkuara të Amerikës si mos më shtin jashtë listës? Që është mundami të i kaluna që to veç hajt një deklarimi prezidentës edhe vazhdojmë tutje. Kush kanë qenë njësë që kanë dashni, për shka kanë dashni shtinë listës Shtetet Bashkuara të Amerikës? Se ata janë njësë që kanë shërbyn qeverinë tonë, që mbase mund të shërbejnë prapë në qeverinë nashme. Në thonë, janë 100.000 elemente që ty të thotë me ndu ka dhe veç pak, që kjo prezidente ka tregu në njërën anë anim, tjetrën anë mës seriozitet, edhe si e tillë kjo nuk mund me e kalu testin. Nuk po flas tash vetëm për aspektin politik, a e propozon vetëvendosje. Tjetra, meq nuk i ka votat vetëvendosja, do të më bëj 2 gjëra. E para, a e bën qeverinë vetëm me komunitetet jo shumicë, apo kërkon një partner për qeverisje, ku pastaj natyrisht që do të bëhej një qeverisje më e gjerë, me bazë më të gjerë të votave në kuvend, dhe do të mund të tejkalohej procesi i presidentës po ashtu, dhe nëse nuk e bë këtë, atëherë duhet me kërku marrëveshje politike për çështjen e presidentit, në të cilën duhet më ngullë dhe palë tjera. Nëse partitë opozitare bin prej e shantazhit për shkak të frikës elektorale, mendoj që hupin më shumë. Me shantazh nuk kryhet kjo punë, me marrëveshje kryhet. Unë nuk jam kundër. Jo, kjo shantazh, kërcënim. Kjo kërcënim. Rresht për ne me u Çka ka bë Faton Peci dhe tjerët, është kërcënim dhe që to kur nuk e ka pranuar me ditë që do bi 5%. Edhe e treta, hajde që 50% i ka fitu lëvizja vendosë. Hajde për që fitoj ka 60, se vëtojnë rritët. Anë dhe arritët 60. Çka ma keq? Çka ma keq? Për partitë opozitare po flas. Dhe e fundit është që një gjë e cilën unë mendoj që do duhet mja vështirësu pozicionin e Vjosa Osmanit të rallë, është që në fakt procesi elektoral është i dëmshëm edhe për të. Çfarë aspekti? U dëshmu që lëvizja vendosje edhe pa tonë listë fiton 50%. Ka fitu më shumë vota se me Vjosa. Apo jo. Kështu që s'pas ka qenë kush e di çfarë elementi elektoral qysh ajo do më shit veten. Zgjidhni presidente ose dalë dhe ju bëj problem. Çfarë problemi për beshët i Albin Kurtit, për shembull. Ose edhe këtyre tjerëve. Se Vjosa Osmani, tash s'po them, mos u keq kupton, nuk po them që nuk është e popularizuar, që nuk e dojnë njerëzit dhe kështu me radhë. Ajo herën e kaluar ka rastis, e kjo ka qenë çështje pak edhe e fatit, që me qenë në listën e vetëvendosjes, ku nuk e ke pas Albin Kurti në listë. Po, kanë pa njerëzit si zavensim. Mos harroj. Dhe prandaj ka qenë i ka marrë ato vota. Në vend brufeni para stamall. Pa ka shumë. Mars, prill, mbase mund kemi zgjedhje të reja. Deri atëherë neve na metet me pa, ju me pa, se kush është penguesi vërtet i zhvillimit në këtë vend, apo kush është zhvillues i këtij vendi. Mirupafshim.